Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, familjarë tonët që ju kemi larë në trojet tona dhe diaspora e afërt dhe e largët në trojet tona, ju përshëndesim nga Mekka e shenjtë dhe e madhruar me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte jemi në një darkë të cilën një prej vëllezërive tonë e që jemi gjithsejt 16 persona në ka dhënë këtë darkë. Allah i shtoftë të bereqetin në pasuninë e tij. Allah ja fal gabimet e tij, të prindërve të tij, familjes tij. Allahu xhalla xhelaluhu ja udhëzoft familjen e tij, vllatë në farefisin e tij dhe bëjë. Qënë se jemi në vendin e shenjtë, në Mekke, në tokën më të bekuar që ka falë Allahu xhalla xhelaluhu, kishim qefë dhe të bëjmë dua, lutje. Jo vetëm lutje që kem hangër, kem pi për bereqetin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po lutje Allahut prej për problemet tona. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famlar në thotë: "Ud'uni astajib lakum." Ju më lypni mua, bani lutje mua, unë ju përgjigjem lutjes juve. Prandaj në Kur'an ajeti tjetër thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kur robi më lyp mua, unë jam afër tij. Wallahi o vëllezërit e mi dhe motrat kush po na dëgjoni, në Mekë ka në borin e çapës një ismund i paralizuar mbel e poshtë. Ju ka thonë djemë me më quë në çapë me bo ibadet, me bo një umre dhe ibadet, duar në çapë. E kanë pru me karrocë, dhe ato ja u ka imponua, i kanë thonë, baf, ku me të quë ty ismund, ka thonë, jo, ki me ardhë në karrocë, këna me në pru në bord çapës. E ka ullë në bord çapës që ty e mleni tash këtu, në karrocë. I ka quë duart, shiko vllazërit në mi dhe motra. Ka bo një dua të thjeshtë, po të Allah është e madhe, se robi e bon lutjen dhe kërkesën e vetë. Neve në kam su pejgamberi alayhi salatu wassalam në thonë: "O Zot, na shëro, na mshiro, na udhëzo dhe na furnizo." Allahumma, ka thonë, ishfina, na shëro, warhamna, na mshiro, wahdina, na udhëzo, warzuqna, na furnizo. Ky person ka hile bord çapës i smut i paralizuar, pjesa poshtë në tërësisht. Po e bën këtë dua të thjeshta, dhe ju vllazërit e mi që jemi me neve dhe ju motra, lutjet nuk kanë rëndësi me i vune retorik, çfarë lutje do të thuri. Jo, shiko prej sinceritetit apo del pi zemrës ajo lutje apo jo. Thotë: "Wallahi o Zoti madh jemi." Lutje e thjeshta: "Wallahi o Zot jemi që më ke falë mua." Kam ardhë në shtëpinë tënde, sepse çapja është shtëpia e Zotit. Kam ardhë në shtëpinë tënde. Wallahi nuk dal prej këtu hit veç duke ecur. Wallahi nuk dali prej këtu hit veç i shëruar. Çet lutje thjeshte ka bë edhe ka marrë gjumi. Po thëtë kjo djetarit që po e spjegoj rastin e këtij personi, nuk po dihet a ka fjet 2 orë, a ka fjet 3 orë. 2 orë ose 3 orë. Çka ka ndodhë? Ka ndodhë me këto diçka. Mas 2 orëve, 3 orë në bord çapës duke fjetur, i vjen gjumë. Qoshko preke çapën. Qoshko preke çapën. Qoshko preke çapën. Edhe ky qashtu prej gjumit i qelë sytë, harron që ka një smund të i paralizuar poshtë, qohët prej karrocës drejt çapës e në çapë. Allahu xhalla xhelaluhu ka shëruar. Andaj edhe na bëjmë dua. O Zot, na shëro. Shërojt smundit tanë, shërojt smund të muslimanëve, shërojt smund të palestinezëve, shërojt smund gjithë kund ku janë e kus janë. O Allah, më shiroj prindet tanë, më shiroj gjyshit dhe stërgjyshet tanë, të cilët në kanë lënë këtë dinë dhe këtë fe, e kanë pranu e na jemi sot praktikant të dinit Allahu xhalla xhelaluhu. O Zot, trojet tona siguroj,
O Zot, vëllezërit tonë na I bashkon mes veti me motra, sepse janë larguar farefisnia mes veti dhe janë ftohtë mes veti. O Zot, bashkoja u zemrat e tyne, edukona popullatën tonë, udhëzona popullatën tonë dhe udhëzona evlat tonë. Allah ja udhëzoft evlat e juaj, evlat e minjët juaj, e të krejtëve, edhe neve në udhëzoft edhe evlat, edhe nipa e mesa, edhe në udhëzoft gjithë farefisin. O vllazërit e mi, ky din, kjo fe, ky vllazëllëk ka nevojë shumë për kontributin e juaj. E jo kontributin e juaj material, sa që duhet kontributi juaj moral. Kush po e përcjell dhe predikon fjalën e Allahut xhelle xhelalu në përjashtim një celule vogël me pak hoxhallarësh. Wallahi bani dua me plot modesti, po them, bani dua Allahi na I bashkoft edhe hoxhallarët mes veti. Allahi I bën bashk e I bën të papërçark mes veti. Jo në grupacione dhe në rryma të ndryshme. Nuk ka rryma dhe grupacione dhe sekte në Islam, pos fjales la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj, Allahu xhelle xhelaluhu na I udhëzoft hoxhallarët tonë, na I bashkoft mes veti hoxhallarët tonë. Allahu xhelle xhelaluhu na bashkoft vllazërit tonë dhe motrat tona, farefisin tonë, dajallarët, tezët, akrabanë në përgjithësi, e kështu me radhë. Allahu xhelle xhelaluhu edhe kret kush ka ardhi smund në këto troje, në këtë vend të bekuar, Allahu xhelle xhelaluhu mos e ktheft në tonë të smund, e ktheft të shëndosh. Bëjmë dua Allahu xhelle xhelaluhu krejtëve kush kini smundje, Allah I ja largon. E për fund për ju thom të gjithëve, kur të ktheheni në trojet e juja të farefisi juj, tregoni që vërtet kjo tokë është e bekume. E unë për ju pyeti edhe për du me thonë, me marrë atë përgjigjen e juj. A jeni të kënaqur ju që keni ardhur ajo? A jeni të kënaqur ajo? Jeni të kënaqur ajo? Jeni të kënaqur? E ata që s'kanë ardhur, çu do t'i bëjmë të kënaqur? Ju inshallah taala do të kontribuonim këtë drejtim. Sallallahu ala sejidina vë nebina Muhammed. Ju përshëndesim nga restoranti I darkës së kësaj dite të gjuma, që sot jena falë, qysh jena falë për ditë gjuma, andaj edhe një herë ju përshëndesim nga kjo darkë, Allah I dhash bereqet ati që në ka thirë son të ndarkë, ja shtovë bereqetin, e ju përshëndesim nga kjo darkë, nga kjo restorant, me afërsi shumë të afër nga të qabës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.